Përshëndetje nga Sevilla, në pritje të një sqarimi të mirë për komunitetin ton. Po lexoja një shkrim të Ben Blushit që si gjithmonë shkrimet e tija janë shumë ndriçuese, edhe i ndriçojnë mendjet tona. Ku Beni me shumë elegancë shpjegon që ne kemi marrë drejtimin drejt Europës, sikur kemi zgjedh se si do të shkruajmë alfabetin tonë. Dhe kemi zgjedhur alfabetin latin përballë atit arab dhe atij grek. Dhe me shumë simpati Beni thotë për gjitha ato vite që ne jemi transformuar dhe ne po i vujmë sot të gjithë sundimit që ne na ka bërë Perandoria Otomane. Dhe unë doja ta vazhdoja me dy fjalë, miqtë e mi, shkrimin e Benit për realitetin e sotshëm. Ben, të lutem, vazhdoje shkrimin se ne edhe sot jemi të pushtuar nga Anadolli, jemi të pushtuar nga otomanët, sepse Tirana ajo Tiranë që ne jemi rritë bashkë në mes konkurencës, në mes të librave, në mes të dëshirës për sport, dëshirës për të bukurën, sot është peng i otomanëve, sot është peng i njerëzve që kanë ardhur nga periferia. Dhe këta njerëz që janë të gjithë të bullizuar, dhe kërkush nuk e thot Ben, duhet ulesh ta shkruash, si janë formu këta njerëz në periferi, duke u bullizuar non-stop prej brigadierit, prej sekretarit partisë, prej gjithë situatës që ka qenë. Dhe këta njerëz erdhën kapën dorë Tiranën tonë, kapën dorë politikën, kapën dorë administratën dhe kapën dorë drejtsinë. Atëherë Ben, të mungon kurajo që ti thush këto të vërteta të mëdhaja, që njerëzit të shohin se të kuptojnë se çfarë po ndodh. Ben, ne na duhet t'i themi këto të vërteta dhe të mbështesim ata pak njerëz që janë në drejtim të institucioneve dhe të vendit tonë, që janë me mentalitet qytetar, janë me mentalitet oksidental. Thuje Ben, vazhdoje shkrimin, vazhdoje se njëta gjë që ka ndodhur Kongresin e Manastirit, me ata njerëz që kanë dalë kontra shkrimit alfabetit latin, janë njëjtit njerëz që po i dalin sot kontra këtij realiteti për të shkuar atje ku e meritojmë. Respekte Ben dhe vazhdoje.